Aktualisht në 3 zona gjeografike në kontinentin e Evropës është duke u realizuar ushtrimi më i madh që ushtria e SBA-ve organizon dhe realizon në kontinentin e Evropës. Defender Europe 25 me pjesëmarrje të 25.000 trupave nga 29 vende të NATO-s. Republika e Kosovës ka nderin dhe kënaqësinë të jetë në mesin e 18 vendeve nikoqire dhe se Forca e Sigurisë Kosovës po merr pjesë me parafërsisht 1.000 trupa në ushtrimet që po zhvillohen në Kosovë, Shqipëri, Kroaci dhe Maqedoni Veriut. Këtë radhë Republika e Kosovës është vend i përzgjedhur nga ushtria e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku është vendosur komanda e divizionit 28 të Këmbësërisë. Nga baza e FSK-s në aeroportin e Gjakovës, kjo komandë taktike amerikane po udhëheq me të gjitha brigadat në regionin e Evropës Juglindore. Institucionet tona dhe ushtria jonë po dëshmojnë që janë të afta për të mikpritur dhe për të organizuar në territorin e saj ushtrime komplekse, të cilat kërkojnë planifikim, organizim dhe mbështetje të nivelit shumë të lartë. Rritja e gatishmërisë dhe pranisë në kufirin tonë e forcave të armatosura të Serbisë, besojmë që është reaksion ndaj Defender Europe 25. Por ajo çfarë nuk e dim ende është se apo e bën këtë vetë Serbia apo një gjë të tillë ja ka kërkuar Rusia.